po të thellohesh pak, mahnitesh se si pejgamberi më i madh. Ishte gjithmonë i thjesht dhe ato i kërkojshin gjëra të çuditshme, ai thotë, unë jam njeri si ju. La ilaha. Robi e ka faraoni gjysmak. Thoshte unë jam Zot. Këto janë ato bukuritë e mëdha. I thoshin ti duhet të kesh shtëpia për i floririt, na bjerë këtu neve lumej që të rrjedhin për ne. Allahu na fal, i thoshin ti e billahi wal malaikatu qabila. I thoshin ignorantët e Mekës ose na e sill Allahun ta takojmë dhe engjë, hasha me tu dridh trupi nga ignoranca. Sikur Zoti kishte nevojë që ato të bëheshin musliman, një nga mungesat më mëdha të kuptimit sot në botë është që Zoti na dali po deshi ta hasha lillah. Çdo muslimani mos i dridhet trupi kur kupton, ne kemi nevojë për Allahun e mëndueshëm. Të thoshë ti e billahi wal malaikati qabila, tha bjera Allahun edhe engjëjt i me tu dridh trupi. Qul subhana rabbi hal kuntu ila basharan rasula. Përgjigja, o Zot, i lartësuar qofsh, çfarë më kërkojnë këto mua? Unë jam vetëm një njerëz që ti më ke dërguar për pejgamber. E kjo është gjë e jashtëzakonshme, e shikon njëri. Kjo tem vete dhe po zozjash, e shikon njëri dhe i thot, ja khairul berije, o ti që s'pa toka më të mirë se ty. Nga modestia tha, dha ke Ibrahim. Ky është Ibrahimi a.s. Mos ma thoni mua këtë. Filloi njëri ta lavdroj. Imagjino tani Islam, mençuri, lumsi ai që thellohet kuptime, ku ka ngabu popujt e mëparshëm, s'ka pas mundësi me gabu i meti Islam. E pa njëri dhe filloi, o njeriu më i lartë, o që s'ka tjetër si ty, desh gati t'i boj sejdë. Tha hasha lillah. Mos më bëni mua dha, si që bën kristianët Jezusin. Më mjafton lavdrim dhe nivel shumë i lartë në status atë që më tha Allahu, abduhu wa rasulu, robi i Zotit dhe pejgamberi i tij. S'ka mashtrim në Islam. Ky është i shenjtë, si ky s'ka tjetër, ky do bëj mrekulli. Ja. Gjithë jemi të dorëzuar, të përulur përpara Sundusit Suprem. Dhe Muhamedi a.s. si çdo njeri tjetër, si çdo rob tjetër, erdhi koha i do vdiste. Kurani është i mbushur me anën njerëzore të pejgamberit a.s. Jo siç gabon tjerët që i dhanë njerëzve cilësi hynore të panevojshme dhe gabimi i madh që i bën ndaj Zotit gjithësisë. Abduhu wa rasulu, robi i tij dhe pejgamberi i tij. Mjafton historia këtu. Më i devotshëm që pa si përvajgje botore, kush e ndjek atë bashkë me atë shkon në xhenet.